Mbyllja e qeverisë amerikane po vonon gjyqin ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Kjo është bërë ditur nga vetë ekipi mbrojtës i Hashim Thaçit, që njofton se ka hequr dorë nga thirrja e 3 dëshmitarëve të tjerë në çështjen për krime lufte dhe kundër njerëzimit në gjykatën speciale. Luka Mishetic, avokati i ish-presidentit të Kosovës, thekson se miratimi i autorizimit për dëshmitarin është vonuar me arsyetimin e mbylljes së përkohshme të qeverisë amerikane. Ai sqaron se do të jetë i fundit që do thirret nga mbrojtja për të dëshmuar në mbështetje të pafajësisë së Hashim Thaçit dhe të tjerëve. Mbrojtja ka me paraqitjen e provave të saj më 15 shtator të këtij viti. Deri më tani kanë dëshmuar në mbrojtje të luftës edhe misionit të ish-krerëve të UÇK-s, ish ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James Rabin, ish këshilltari ligjor i delegacionit shqiptar në Rambuje Paul Williams, ish këshilltari politik i komandantit të lartë të NATO-s Wesley Clark, John Duncan, si edhe James Covey, ish zëvendës i përfaqësuesit të OKB-s në Kosovë. Kujtojmë se sot në Tiranë protestohet për drejtësi ndaj udhëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag, të cilët po gjykohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Tubi minis në orën 17 në sheshin Skënderbej në Tiranë. Protesta organizohet nën moton Liria ka emër nga veteranët e UÇK-s.